Universiteti i Shkodrës Luiq Gurakuqi organizoi konferencën studentore me temë mendjet e reja të së ardhmes, zgjidhjet inteligjente përmes inteligjencës artificiale, duke sjellë në një platformë të përbashkët student, pedagog, kërkues të rinj dhe ide inovative nga fusha të ndryshme akademike. Konferenca kishte në fokus rolin transformues të inteligjencës artificiale, teknologjisë dhe zgjidhjeve smart në zhvillimin e shoqërisë moderne. Ajo na ofton të reflektojmë mbi rolin qytetit, kërkimi shkencor dhe mendimi kritik kanë në ndërtimin e shoqërisë së nesërme. Siç është shprehur dhe një prej studiuesve të njohur, inteligjenca artificiale është elektriciteti i ri, duke nënvizuar faktin se ashtu si elektriciteti transformon çdo industri, edhe inteligjenca artificiale po depërton në çdo aspekt të jetës tonë. Në fakt, një nga aspektet më intriguese të inteligjencës artificiale është sa ajo nuk zëvendëson thjesht njeriu, por e fuqizon atë. Ajo që më bën veçanërisht krenar është fakti që shumë prej jush nuk jeni vetëm përdorues të teknologjisë, por krijues të saj, duke sjellë ide inovatore që tregojnë guxim intelektual dhe vizion për të ardhmen. Vjen në një moment shumë domethënës për zhvillimin e shkencës, teknologjisë dhe arsimit të lartë. Inteligjenca artificiale tashmë nuk është një koncept thjesht i të ardhmes, por është pjesë e realitetit tonë përditshëm, duke transformuar mënyrën si komunikojmë, mësojmë, kërkojmë informacion dhe ndërtojmë zgjidhje për sfidat e të ardhmes. Gjatë konferencës u prezantuan punime dhe projekte nga fusha të ndryshme, duke përfshirë inteligjencën artificiale, teknologjinë, edukimin, ekonominë, shkencat sociale dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Chatbox, asistenti inteligjent i universitetit, është një prej krijimeve që u prezantua nga dy studentët, Eri Çokaj dhe Joel Leka. Dhe kemi prezantuar sot një chatbot universitar, pra një prototip, një demo, se si mund të funksionojë në të ardhmen një chatbot universitar dhe që studentët mund të konsultojnë sa herë që kanë pyetje dhe mos të kërkojnë gjatë në site web dhe në faqen web të universitetit dhe të mbesin pa informacione duhur. Metodat, mënyrat se si informacioni sot konceptohet, se si duhet të merret, është shumë e ndryshme nga më përpara. Kohën nuk e kemi siç më përpara dhe normalisht kërkojmë përgjigje të shpejta, koncize dhe të rrisim efikasitetin. Kjo është një përgjigje e kësaj problematike që ne prezantojmë sot. Pikërisht kjo është problematika kryesore në përgjithësi me inteligjencën artificiale. Ajo konceptohet shpesh si frik apo na zëvendëson. Por nëse ne e përqafojmë dhe përdorim atë, do të jemi thjesht më eficient. Pse do të lexoj një faqe komplet PDF edhe nxënëse me pyetje shumë të thjeshtë që ata mund të bëjnë, e ta nxjerrë vetëm pjesën që ata preferojnë më shumë. Më ndosh një 3 javë për me e bë. Është shumë e vështirë sepse duhet në shumë gjuhë programimit. Ajo do azhurnohet normalisht se për çdo ditë do të ketë kaj vendim, kaj ligj drejt që do vend fuqi dhe chatboti do të jetë të gjithmonë në përditësim, por kena bërë dhe të mujtën që në përgjigjet që do jepë studentëve do referohemi më fort tek pjesa e sekretarisë të fakulteteve. Sillni idetë tuaja, kërkimin tuaj, zërin tuaj. Ky ishte mesazhi që shoqëroi këtë aktivitet akademik, duke inkurajuar të rinj të bëhen pjesë aktive e inovacionit dhe ndryshimit pozitiv.